nuk është qëllimi jonë të shkojmë zgjedhje, ai do të ishte opsioni i fundit për neve, nëse në fund të ditës megjithatë kuvendi, deputetët e zgjedhur, përfaqësues të popullit refuzojnë të konstituojnë kuvendin, atëherë opsioni i fundit mbetet ai. Po ne nuk jemi të interesuar për atë opsion. Siç e kam thënë edhe më herët, opozita nëse kërkon kandidat tjetër, ajo nuk është zhbllokimi i situatës. Ajo është vetëm kalimi në blokadën e radhës pastaj. Sepse kandidatët për nënkryetar pastaj mund të kontestojnë në të njëjtin parim. Kundërshtit që po bëhen më tepër janë taktizime se sa që kemi të bëjmë me ndonjë arsye konkrete. Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Pra, ka çdo të drejtë dhe është larg mendsh të thuhet që nuk plotson kritere apo nuk plotson kushte. Realisht kushtin për çfarë do opozite brenda kuvendit, sipas kushtetutës e plotson kushdo që është deputet. Pra ky është kushti minimal. Ky është propozimi jon, nuk ka pasur ndryshim, as nuk do të ndryshoj, sepse ne kemi diskutuar brenda para se ta propozojmë kandidatin. Kjo është e pavërtetë. S'ka këso deklarate, jo, tash, unë marr pjesë në ato takime, kjo është e pavërtetë. Qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është i qartë tashmë. Albulena Haxhiu është kandidatja për kryetare të kuvendit. Kjo nuk ka të bëjë fare me taktizim, është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit dhe është kryetare e gruas në lëvizjen vetëvendosje.